Lideri VMRO Dobëmnes Nikola Gruevski është shprehur kundër formimit të reparteve speciale në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Gjykatë, të cilat në bashkëpunim me Prokurorinë Speciale Publike duhet të procedojnë lëndët e hapura si dhe ato që do të hapen në të ardhmen. Kemi negociuar dhe kemi nënshkruar një marrëveshje në qershor korrik vitin e kaluar. Disa e quajnë marrëveshje e përzhinës, ne angazhohemi që kjo marrëveshje të respektohet. Ajo marrëveshje duhet të çojë në daljen nga kriza politike. Çfarëdo negociata për marrëveshje të reja apo zgjerim të marrëveshjes për ne nuk janë të pranueshme. Ka thënë lideri i Partisë Maqedonase në pushet Nikola Gruevski. Qendrim të ngjajshëm me Gruevskin ka patur edhe ministri i Punëve të Brendshme Mitko Çafkov, që vjen nga partia e Gruevskit. Edhe ministri Çafkov, në një konferencë me gazetar, ka kundërshtuar formimin në një reparti special në Ministrinë e Punëve të Brendshme, i cili do të merrej me lëndët e Prokurorisë Speciale Publike. Çafkov tha se ekipi i Prokurorisë Speciale Publike e ka në dispozicion të gjithë Ministrinë e Punëve të Brendshme, prandaj formimin në një reparti të tillë ai e vlerëson si të palogjikshëm. Është e pavend dhe nuk ka nevojë për këtë, për shkak se ligji për procedurë penale trajton këtë pyetje. Sipas ligjit për procedurë penale, cilido prokuror, qoftë nga prokuroria themelore apo nga ajo specialja, në përputhje me ligjin mund të angazhojnë secili, për të cilin konsiderojnë se duhet të jetë angazhuar dhe aq sa mendojnë se duhet të jenë të angazhuar. Nuk e shikoj logjikën pse do të kishte nevojë për departament të posaçëm policor, kjo është e palogjikshme. Ka deklaruar ministri i Punëve të Brendshme Mitko Çafkov. Por kryetarja e Institutit për të Drejtat e Njeriut, Margareta Caca Nikolovska, për televizionin ton, vlerësoi se pas të gjitha obstruksioneve që i bën punës së Prokurorisë Speciale Publike, është më së nevojshme formimi i reparteve të posaçme. Me obstruksionet të tilla që i bëhet punës së Prokurorisë Speciale Publike, nuk mund të arrihet të formohet gjykata speciale për këtë shkak. Është e nevojshme formimi i një trupi të tillë, i cili për fat të keq do të duhet të tregojë pavarësi më të madhe, profesionalizëm më të madh, si dhe kvalitet në punën e gjyqësisë. Поголема независност, поголема непристрастност, поголема професионалност, поголем квалитет во работењето. Nikolovska thotë se sa më shpejt që të formohen këto reparte të posaçme, do të jetë më mirë, pasi do të fillojë të qartësohet situata dhe me këtë do të jepet mundësia që sa më shpejt të kalohet kriza politike. Колку побрзо тоа се направи. Sa më shpejt që të bëhet, sa më shpejt që të largohen të gjitha obstruksionet që i bëhet punës së Prokurorisë Speciale Publike, do të jetë më mirë. Do të fillojë që të qartësohet dhe zgjidhet situata. Në një situatë të tillë do të jepet mundësi për të kalimin e krizës politike. Kështu si është gjendja, është shumë keq, koha kalon, Prokuroria Speciale Publike punon, por efekti i punës së saj në situata të tilla nuk mund të shihet për shkak të sjelljes së disa gjykatësve me lëndët. Në mbështetje të punës së Prokurorisë Speciale Publike, gjatë vizitës së saj të fundit, doli edhe ndihmë sekretarja e Shteteve të Bashkuara për çështje evropiane dhe euroaziatike, Victoria Nuland, e cila tha se puna e Prokurorisë Speciale Publike është një rëndësie jetësore për të kthyer sundimin e plot të ligjit me kompetencë dhe me një sistem të pastër drejtësie të këtij vendi, gjë që është me rëndësi thelbësore që Maqedonia të arrijë objektivat e saj euroatlantike. Pos kësaj nga takimet që pati zyrtarja e lartë amerikane Victoria Nuland me partitë dhe me ekipin e Prokurorisë Speciale Publike, doli informata se në takim Nuland ka mbështetur formimin edhe të një departamenti të posaçëm në kuadër të gjykatës penale, i cili do të duhet të vendosë për lëndët e Prokurorisë Speciale Publike.